pari, në drejtim tyne, ka shti, do me thonë, agimi prej onës atje. Unë e kom shti i dyti këtu, Shkëllzeni ka pas murtaj 500, edhe ne i kem zerë të një armë Kalashnikovat, edhe kem shti një 15 minuta në drejtim tyne. Do me thonë, nuk jem nalë heq. Edhe Shkëllzeni është plagu në kofsh. Do me thonë, e ka kap një plom. Unë jem plagu edhe në qëtë pjesën këtu të pulpit, do me thonë e kom pas shpum anë për te i pulpin e komës. Mendoj që pjesa ma madhe dhe jënë djek mrena në automjetë, se s'kanë mujtë me levizë për aty. Llogaritet 5 maj dhe në 18 vetë që jënë me të vramat në këtë pozicion këtu. Jo nuk tremet duka e gjini, se u prejnë para zemër e trini. Jo nuk tremet djem shqimitar, u qerke jemi ushtar. Jo nuk tremet Në nëntor të vitit 1998, 4 pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në këtë zonë ku ndodhemi tani kanë ndërmarrë një aksion mjaft të suksesshëm. Me njëri prej tyre që është edhe vetëm mbjetuar nga lufta, do të zhvillojmë një intervistë rreth atij aksioni. Me ne këtu është zoti Bujar Haradinaj. Zoti Haradinaj, fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit juve. A mundesh me na tregu pak a shumë çysh nisi ajo ditë kur ndërmarrët një prej aksioneve goxha suksesshme të asaj kohe? Faktikisht është natë vitit 98, dikun në ndorit 98-ës. Ne ishim të pozicionuar në Ratish, fillimisht, bashkë shumë ofenziva që ndodhen në zonën operative Dugaxhinit në atë kohë, edhe ishim pak të kurrën me territor, edhe vendosëm që mu kthy një pjesë e ushtarëve në Glloxhan. Me thonë ishim gjysa brigadës, Dauti, Shkëllzeni, unë agimi e plot ushtarë djemë tjerë, që ishim pak ma zot që llogaritshim vetën në atë kohë, edhe u kthymë në Glloxhan. Edhe aty ishim pa pozicione, do me thonë vetëm ishim vendosën në fshat, sepse ishte edhe shumë problem, se ishin shumica e shtëpive dhe shumica që e mbjetesës në atë kohë ishin të djegura ose shkatruar nga forcat serbe. Edhe një prej natëve, jo veç ajo, po ne kem marrë kohë pas kohe, me thonë kem marrë aksione të ndryshme, po ma shumish luftë një farforme, luftë guerrile, se nuk kishim mundësi të pozicione, ose s'kishim shumë ushtarë. Kem marrë aksione të ndryshme të unis prej Isniqit, ndaljet e Deçanit, Sarabregut, prej Lepit, një ndër tokat qenë edhe kjo të kryqi i Dujakes. Ishim në Glloxhan, aty ishte mramja duke bisedu, edhe kohë pas kohe nga shtabi përzgjedhshëm edhe nga komandant e zonës, në bashkëpunim me OSB në atë kohë edhe me Veshgusit, u bëjkën një farë lloj pauze ose armë pushimi u therrë në atë kohë. Po në zonën operative Dugaxhinit nuk ka pas armë pushim asnjëherë. Do thonë që e përket krejt luftës, sepse ne pozicionet me forcat serbe kemi pas 50 metra e 100 metra. Edhe ata s'kan bo armë pushim, po s'kem bo asnjëherë. Ndërsa se kur e shetini duke të lëviz një ushtar ose një serb nuk ke mujt më lënë pa e gjujt. Edhe faktikisht kjo ka ndodhur. Edhe ishim në Glloxhan duke ndajt aty, hangrem diçka që shumë kujtohet në atë kohë, hangrem diçka darkë, ishim të pi çaj ashtu, edhe apo dalim, hajtë se po dalim. Kujt ke ideja? Ideja ishte pak a shumë e jemja dhe Shkëllzenit, po edhe agimi ishte pak kështu i nxehtë krejt kohën. Të s'ka pritu? Po, edhe jem nis prej Glloxhanit, jem nis tu ka Gramaceli, edhe nga suka e Baballoqit, edhe i kena hi trup këtu i na dalë në Dujak. Në kom? Kom, po kom ishte, se nuk kishim në atë kohë ishte problem me lëvizje, sepse ishte territori pa kontrollueshëm as nga na, po edhe nga forcat serbe më shumë. Se ne kem palshu si territor të se s'kishim mundësi me i majt pozicionet. Edhe jem marrë deri këtu të kryqi. Qysh jeni pozicionu? Shkëllzeni, Burim Mustafa dhe Agim Selmonaj. Pozicioni u kun, Agimi ka najt atje lartë pak në kodër, ku e kem lënë me i pushku mitralez të madhë, petit si kanë thonë në atë kohë, dhe Agimi ka përdorë zodhë krejt kohën
është një farë lloj antitank që mohet, edhe e ka mojt gjithë mrapan, e ka mojt me veti krejt kohën. Edhe e kem pozicionu atje, unë jem pozicionu këtu, dhe me thonë unë e kom përdor një armë që ka qenë në atë kohë, ndoshta ma e rona, thirret os, dhe me thonë është arma ma e rona antitank, që o përdor në herë në atë periudhë, në atë kohë. Edhe unë isha pozicionu këtu, ndërsa burimi edhe shkëllëzeni ndalë në rrugë. Edhe kem prit dikon për një, besoj, për një 40 minuta, këtu. Sepse ishte rruga kryesore që lidh ke Gjakovën, Deçanin edhe Pejen. Edhe ne dishim që forcat serbe do të lëvizin. Tash në cilën periudhë nuk e dishim, po do të lëvizin. Tash nuk e dishim a na vin nga Gjakova apo na vin nga Peja. Nuk ka pas një përcjellje para disa ditësh që me paka shumë me koni të informuar kur është kanë lëvizje aty nëse ndrimi tyre. Kem pas disa tentime tjera ku kem minu rrugën të Prelepja atje disa herë, edhe kem qitë mjeta antitanke kështu, se populata civile në atë kohë nuk andë, sidomos natën hiç se hiç, do më thonë automjetet civile të populatës, edhe nuk e kem vëzhgu, do më thonë, po ne i nishim paka shumë ushtimat u nishin prej pozicionëve të automjeteve kur vishin knajt e poshtë, ne i nishim prej fshatit atje, ku ishim në Glozan. Edhe sidomos mjetet e rona. Edhe kur e mardh këtu, do me thonë jem pozicionu edhe tash nuk e dishim nga cila unë do na vinë forca. Edhe atëherë kem prit dikon që ashtu një 40 minuta, edhe njim një ushtim të real prej Deçanit. Po tash u duke me bo pozicionin në formë të os, puna që mos me domtu një tjetrin. Edhe po forcat serbe kanë ardhë dikon për afërsisht tash kjo punë s'ka qenë atëherë këtu, s'kanë qenë të marume, faktikisht të thënë marume mas lufte, edhe ishte qetësi e madhe. Edhe kur kanë ardhë të kryqi kur hinë për hereq, do me thonë ne i kemë marrë pozicionet, edhe jem shtërngu tamam, që e dishim që 90% që unë i kushtima që ka mjetat rona. Po tash kur kanë ardhë forcat serbe për afërsisht ajo tabla aty, do me thonë, shkallëzeni burimi jënë konë këtu. Edhe forcat serbe kanë mendu që jënë ushtarët vetë, do me thonë jënë forcat veta, se zakonisht ata i kanë pozicionu në për kryqe ku kanë qenë ma të rëndësishme, si pos bloqe. Se atyni nuk jo ka morë mendja që jem na. Me thonë, ata as nuk e kanë logjiku atë temë, se për shkak se teritori i koni kontrollume prej forcave serbe. S'kan menu që ka qa shqiptar trima që dalin? Jo, edhe sidomos në atë grupë të vogël. Se kur i kanë po këta në breg, do me thonë në rrugë kanë menu që janë vetë. Edhe na ishim të uniformuar normal edhe me tarmatost, po edhe fshajat s'kan mujt me i pase, ishte natë. Kur ka ardhë për afërsisht të kjo kjerë i barë, do me thonë krejt 15 metra u konë, i kem po që janë 3 automjete. Ka qenë një autoblind, ka qenë një pisgaver që i përdoshin forcat serbe në atë kohë, po ka qenë edhe një kjerë i policisë, me thonë i policisë serbe në atë kohë që i përdoshin i qëndënesha jugo që u thirë kaj. Po ndryqimi nuk ishte fort i mirë, edhe nuk ishim sakt çfarë automjete shka. Edhe i pari, në drejtim tyne, ka shti, do me thonë, agimi prej onës atje. Unë e kom shti i dyti këtu, shkallëzeni ka pas murtaj 500, do me thonë i kem pas 3 lloje të armëve që i kem përdorë në atë kohë, murtaj 500 osin edhe zollën, do me thonë 3 janë në antitank. Edhe kem shti 3 jatë në drejtim tyne. Edhe me njerë ka kaplu flaka, do me thonë. Edhe atëherë jem pozicionu agimi o kona atje me mitralez të madhë, edhe ne i kem zerë të një armë të Kalashnikovat, edhe kem shti një 15 minuta në drejtë tyne. Me thonë nuk jem nalë hiq. Deri sa ja ka njësë, do me thonë, ne nuk kem mujt me pa fort mirë, po shka u shikin në ndryqim të flakës. Me thonë njën konë 2 automjetet kallënit të parat, blinda dhe pisgaveri, ndërsa automjeti i tret ka tentu mu shty mravan.
Më thonë se për shkak se të dy onët e kanë kap veç pjesgaverin dhe autoblindin, ndërsa i ka pështu kjerri mrapan që ka qenë një policisë. Ka tentu më tërhek mrapan. Po kur ka gjujt agimi me metrolez, dhe më thonë e ka nalë. Është nalë makina në band. Edhe dikun për afërsisht që shtash edhe ma herët 15 minuta kem pështi në drejtim tyne. A patën mundësimi jo kundërpërgjigj ata? Po, jënë kundërpërgjigj në fillim. Dhe me thonë, ashtu shpejt e shpejt kur që ka mujt me dalë prej makina, ose prej autoblinda, ose prej pjesgaverit që kanë qenë mrapan, edhe shkallzeni u shplagu në kofsh. Dhe me thonë, e ka kap një plum. Unë më plagu edhe në qëtë pjesën këto të pulpit, dhe me thonë, e kom pas shpum anë për te i pulpin e komës, po fatëbarsisht jo domet maja, dhe me thonë, edhe shkallzeni jo domet maja. Domet e mdoja kanë ahona tjetër këtë rast. Domet e mdoja, dhe me thonë, shkathrimi edhe ato që kanë qenë që ne i kem pa faktikisht, dhe me thonë, s'po të flasë për dëmtimet që kem bo, po mendoj që pjesa ma madhe dhe ju ndjek mrena në automjetë, se s'kanë mujt me leviz për aty. Edhe toni ishtë problemi të tërhekja, sepse ishte pozicion që su kontrollojke nga një. Edhe ne mënojshim që mos kanë thirë në i forcë shtes në ato sekunda, se zbesoj që kanë pas mundësi edhe atë që kem dhënë as mundësi shumë për me i thirë, po atër tërheqen e kem pas pak më zërshme, ne kishim radiolidhje, kishim komunikim, për arsye se ishe i plagosën, unë ishe i plagosën edhe shkallzeni, edhe problemi ishte ashtë ishte veçagimi edhe burimi, do më ishim krejt 4 vetë. Se aksionet që i kem marrë, dhe me thonë, kështu gorile ma shumë, ose ku i kem zo pikat kryesore që kanë qenë, nuk kem qenë ma shumë se 4 vetë, 5 vetë, ose maksimum 6 vetë. Për shkak se edhe nuk bohen në format të ushtrisë, dhe me thonë nuk bohen ma shumë se 6-7 vetë, për punë arsye se kontrolli është më e zorshëm edhe mundet me pas edhe faktikisht gjujtje ose një tjetrit. Po mos koordinim në shtatë mos koordinimi mundet me të në soza, në të mdoja për shembull në 5-6 vet ose 4-5 vet është ma kollaj me kontrollu pozicionin dhe është ma kollaj me kontrollu domethënë pikat. Edhe kem thirrë në radiolidhje, kishim një automjet në Glloxhan. Edhe kem thirrë në radiolidhje me ardhë me na dalë dikush të Gramaceli ose të Suka e Babaloqit. Me na marë se ish problemit është të tërhekja, se unë isha ma letë, shkallzeni ish pak më rënë. Edhe kem shku deri aty të Gramacel, në ardhë me kërë në kanë marë, në shku në Glloxhan, prej aty të një kena vazhdu në Ratish, edhe një Jablanici kem pas spitalin ushtarak. Në Zhebel faktikisht të konë atë ko, edhe i na shku deri aty, unë e kom marrë, e kom lidh komën, se s'kom pas shumë plak të madhe, shkallzeni e ka pas pak ma të madhe, nashta një javë ditë ju ka dash më najtë spital, po dhaj e ka marrë veten me një herë, edhe të një kem vazhdu prapë, më thonë, luftën deri në përfundim të saj. A pat naj bilans, naj raportim të medjave të serbe në atë kohë bojarë, sa i përket humbjeve që kanë mësua ditë forcat serbe? Ne kem dëgju, kem pas mundësin për me ndëgju në radiolidhje, sepse kem banzon shumicën e raste kur kem pas ballafaqime me ta afërta, kena në zonë edhe radiolidhje tyne, kena në zonë edhe pajisje tyne, s'po të flasë për armatime, për municione, për këto, po edhe komunikimin ja u kena marrë. Edhe kur i kem dëgju faktikisht, tonë jem shku në Glloxhan, mas jem shku aty, i kanë dëgju të tjerët se na jem nisë për Jablanic, i kanë dëgju të tjerët, dhe me thonë se është llogarit deri 10-15 forca serbe kanë qenë edhe ushtarë, se kjeri, do me thonë, autoblinda ka qenë me ushtarë, pjesgaveri ka qenë me policë, edhe kjeri tjetër ka qenë me policë. Do me thonë, kanë qenë grupet të ndryshme. Nuk kanë qenë vetëm policë, po kanë qenë edhe ushtarë edhe policë. Do me thonë, edhe llogaritet 15 deri në 18 vetë që janë me të vramat në këtë pozicion këtu. Qysh ke mas ne komunikimi me komandantin e zonës, a i njoftut këtë lajmë gjatë mirë të asaj kohë, që me motivu në është pak edhe ushtarë tjerë, sa i përket këtij aksioni ka suksesshëm? Realisht,
nuk o konë aksioni i parë që kem bo. Dhe Ta man puna. në ato aksione për shembull që kem bo, se unë po të thëmë djemt e brigadës një treni. Ka qenë ashta pak akset se për ndërprej bojar pak më ndryshe të marrë përsysh që tha që nuk ka qenë ashta zonë e kontrolluar për juve. E që kene ashta pak a shumë ajo befasia që është... Normal, pikrisht, do me thonë, kem raportu, do me thonë për rastet që i kem bo dhe aksionet që i kem bo të ndryshme, se të thash edhe ma herët, se nuk është vetëm kë. Po na kem bo krejt kohën, do me thonë aksionet të ndryshme, ty o nisë që shtash ma herët, sidomos këtë pjesën që e lidhë Gjakov Pej, po ashtu edhe në pozicione tjera. Edhe shumicën e rasteve, thash dhe ma herët, djemt e brigadës një treni Yusuf Grevalla, dhe me thonë, e dim për lavdin e tyne, dhe dim për trimnin e tyne, që une, jo që e thomë unë, po e thojnë gjithë që brigada një treni Yusuf Grevalla është një ndër brigadat, jo vetëm në zonën operative Dugaxhinit, po unë mendoj që në gjithë Kosovën, dhe me thonë një konë djemt më të mirë që kanë shërby në atë brigadë, edhe që shëdim pjesa ma e madhe tyne sot nuk jetojnë, ndërsa pjesa tjetër, dhe me thonë gjysa janë invalid, janë sakatum, dhe me thonë që i ka qitë lufta ashtu, po fati ka dash që një pjesë me jetu, edhe dhe me thonë ata djem nuk unalën kohë deri në frymin e fundit që i përket lirisë Kosovës. Çfarë ju tha komandanti i zonës pas këtij aksioni? Po, ne Ramushin e njohim, pak a shumë edhe dim për temat që, sidomos ne tafërt shkajmë kohën me ta, edhe do me thonë, normal që a i ka qenë shumë i knaqur për ato, po do me thonë, ka thonë mësunal në temat e tjera, se ishte problemi se nuk ishim shumë, që që thash ma herët, edhe shumë ushtarë, nuk ishim edhe shumë njerëz, që mu ishim me imbolu teritoret në atë kohë. Me thonë, edhe thash edhe ma herë, do me thonë shumica në aksioneve i kemë marrë në pjesë gorile, edhe armatimin më të mirë, do me thonë që ka qenë i kohës atëherë, Ramushi ka këshyrë me siguru me çdo kusht për arsye që edhe kur ka ardhur armatimi ndoshta më i miri, na ka thirrë neve që përpunë me shku me marrë dhe me dalë me kry sulme të ndryshme. Thash në hyrje të kësaj interviste bojar që prej 4 atyre pjesëmarrësve të atij aksionit që keni marrë pjesë pra ndaj atyre forcave serbe, ju jeni vetmi i cili i mbjetut luftës. Edhe 3 prej tyre janë dëshmorë, Shkelzen Haradinaj, Burim Mustafa edhe Agim Selmanaj. Pikrisht këtë ditë ku po flasim është përvjetori një prej shokëve tu më të ngushtë asaj kohë, më të afërt asaj kohës, për Agim Selmanajt. Çfarë thon këto data, këto herojt, ramjet e këtyre herojve për juve bojar? Sa është krenari lehtë para një të kohë dhe për ne mend për gjëra që keni pas në atë kohë me ata shokët juaj. Për ne tash në mbjetum, domethënë që ka dashur ai natë me mbjetu, po për ne janë ditë jo të mira, ditë jo të zorshme, për shkak se ne i dim, domethënë periudhat më të zorshme që jem kalu me ata njerëz, në farforme ne jem llogarit edhe më shumë si vëllezër, jo si shok ose si ushtar ose sepse kushtet kanë qenë tilla, edhe i kem llogarit, për shembull, unë me Agimin kam qenë i pandashëm, edhe ditën edhe natën, s'po të flas për betejë, për aksione, për gjona që s'jem nal kur as ditën as natën. Ju ka bashkuar ashta pak edhe hierarkia ushtarake të marrë parasysh që ka qenë zonës komandant. Absolut, domethënë Agimi ka qenë një ndër djemt që ka qenë edhe zavenci imi në kuadër të policisë ushtarake në brigadën e Treni Yusuf Grevalla, edhe s'po të flas se ka qenë si zavenc komandant, po ka qenë më shumë si shok me të gjithë ushtarët, edhe ka qenë shumë i komunikueshëm, po për trimnin e tij s'kem çfarë me flasë vetë veprat e tina. Edhe ka qenë një farforme, një farlloj idhnjaki që i thojmë na, edhe shumicën e rasteve kish ndodh kjo për shembull që Agimin mos me marrë në aksion tillë ku ose ishte të pushu, ose ishte në gjumë, ose diçka. Edhe ka ndodhur për shembull
kur e na kthy na ka vetë kujnë ikoni kem kallëzu se më kon kështu. Domethënë ka ndodhur që ka marr pushkën, domethënë e ka marr zollën edhe u nis vetë drejt forcat serbe në shumicën e rasteve ku ka shku personalisht ka kry vetë aksione, domethënë pas një ndihmë tjetër. Domethënë po du më të folë që nuk më i flasë për trimnin e tina, se ai ka qenë agimin e njojmë, sidomos Dugazhini e nje kush është Agim Selmona, edhe kush ka qenë Agim Selmonaj. Po kujtimi për to sot edhe për shumë djemë që ranë për lirinë e Kosovës, unë mendoj që ta djemë e dhanë ma shtrajten për këtë vend, e dhanë edhe jetën, nuk ursyn as i sanë edhe besoj që Kosova edhe rinia edhe ardhmja Kosovës t'i gëzoj këto të mira që ata njerëz i dhanë në atë kohë. Po ja, falenderoj shumë që ndodhet këtë rrëfim për gazetën Demos edhe respekt për veprën e ju që cilët jeni gjallë edhe lavdi gjithë herojve që kanë rënë në luftën e shenjtë ushtrisë kombëtare të Kosovës. Respekt, faleminderit ju. Lavdi. Faleminderit. Hajde dalim një për një ostalo Dhemin as Serbi O hajde dalim për mejdan Privat kështu e kanë